tuar në bulevardin Baratsuri, pasi në makinë tip Benz i është gjetur një armë zjarri. Përshëndetje Sokol, ka qenë një kontroll i rastësishtëm, apo ka pasur informacione policia dhe cila është e shkuara Ismet Gaxherit? Po Ertil, përshëndetje, në fakt gjatë kontrolleve të cilat janë kryer pra përgjatorëve të fundit nga ana e forcave shqiponja dhe efektivëve të komisariatit nr. 1 pra të policisë Tiranës, është ndaluar një automjet tip Mercedes-Benz për shkak të disa informacioneve që kanë qenë pra nga ana e policisë se një person dyshohej se lëvizte me armë zjarri me vete. Dhe në fakt dyshimet janë konfirmuar pasi 39 vjeçarit Ismet Gaxheri është gjetur pra një pistolet e cila është sekuestruar nga ana e policisë dhe po ashtu është sekuestruar edhe automjeti pra me të cilën ai po lëvizte në momentet që është konstatuar nga ana e policisë. Bashkë me pistoletën sigurisht janë gjetur edhe disa fishek në vete, teksa siç theksova më sipër kanë qenë informacionet të ardhura nga inteligjenca informative, të cilat kanë bindur policinë pra se në momentet e kontrollit ai ka qenë i armatosur dhe që normalisht ka sjellë pra arrestimin e tij për veprën penale të mbajtjes së armëve pa leje, pra apo mbajtjes pa leje. Nga ana tjetër ai rezulton pra të jetë një emër i njohur për policinë paktën këtu në kryeqytet, pasi në vitin 2015, më saktësisht më 11 nëntor pra të atij viti, ka ndodhur pra një ngjarje e rëndë në lokalin e tij në zonën e Linzës. Bëhet fjalë për vrasjen e Enton Nikajt pra në atë periudhë, teksa në këtë ngjarje pra ka mbetur po ashtu edhe Gaxheri person i plagosur. Sigurisht që më pas janë ndjekur gjitha procedurat në lidhje me ngjarjen. Një prej personave që ishte shpallur pra në kërkim që në vitin 2015 ka qenë i zhdukur i Ervis Martinaj, që normalisht më pas e rikualifikuar pra ndryshe nga ana e gjykatës veprat penale, kanë sjellë lehtësime në lidhje me ngjarjen e rëndë. Pra praktikisht kemi të bëjmë me një personazh të njohur për autoritetet e policisë, pikërisht në këtë ngjarje pra të ndodhur rreth 10 vite më parë pra të ekzekutimit të Enton Nikajt në ambientet e brendshme të lokalit të tij në zonën e Linzës. Mirë, faleminderit Sokol për këto informacione. Nëse do të ketë të tjera zhvillime, me njëherë do të lidhemi së bashku. Ndalim tani në të tjera zhvillime dhe do të